votimit të antarëve të Këshillit Kombëtar, të cilët do të zgjedhin tashmë kupolën drejtuese të Partisë Demokratike për të finalizuar ditën e sotme të gjithë procesin e brendshëm brenda kësaj force politike. Ashtu si kundër i bëri publike edhe vetë lideri i opozitës Sali Berisha në fjalën e tij që mbajti në mbledhjen e Këshillit Kombëtar, kandidatët zyrtar për sekretarin e përgjithshëm të kësaj force politike do të jetë zoti Flamur Noka, i cili aktualisht e mban këtë pozicion, dhe përballë tij do të garojë deputeti demokrat Samir Koreshi. Si nën kryetar të Partisë Demokratike do të zgjidhen sot nga Këshilli Kombëtar 3 nën kryetar, do të jenë 5 në total, 2 janë ex officio, ndërsa 3 do të zgjidhen sot me votën e antarëve të Këshillit Kombëtar. Atëherë në garë për nën kryetar të Partisë Demokratike, Belind Kolliçi do të jetë kokë më kokë, do të garojë me Luciano Boçin, Jonatan Pano do të garoj me Nikola Kedhin dhe Besa Manaj do të garoj me Erisa Bajazitin. Dhe përmes këtyre përballjeve do të zgjidhen 3 nënkryetarët e Partisë Demokratike. Më pas, sa i takon Komisionit të Apelimit, që po ashtu do të zgjidhet sot në garë, janë Adriana Kalaja, Enkelita Çela, Arsen Dushko, Besart Logu, Çayup Shehaj, Gentian Koçe, Lukas Hejdorn, Mark Leshi, Shajqir Manjani dhe Suina Aslanaj. Këto janë për Komisionin e Apelimit, ku demokratët, antarët e Këshillit Kombëtar, do të duhet të zgjedhin vetëm 5 prej 10 emrave që përmenda sa i takon Komisionit të Apelimit. Sa kaq, sekretari për burimet njerëzore, në garë do të jenë Andi Mustafaj me Mario Runën. Sa i takon sekretarit për çështjet ligjore dhe zgjedhore, në garë do të jetë Arlinda Ahmetaj me Marash Logun. Sekretar për marrëdhëniet me publikun, në garë do të jenë Denisa Kele me Viola Kapedanin. Sekretar për organizatat partnere dhe shoqërinë civile, në garë do të jenë Eva Metaj dhe Malvina Lika. Sa i takon sekretariatit për integrimin evropian, në garë do të jenë Fioral Badizdari dhe Silva Hafsaj. Sekretar për emigracionin dhe diasporën do të garojnë ballë për ballë Etemagan me Petrit Tafajn. Sa kaq, sekretar për digitalizimin do të garojnë me njëri tjetrin Etion Kapedani dhe Renard Rista. Sa i takon sekretariatit për infrastrukturën dhe territorin, në garë do të jenë Gentian Karprata dhe Maksim Kola, ndërsa sekretar për çështjet e pronave dhe luftën kundër korrupsionit, në garë do të jenë Endira Bushati dhe Ledina Mandia. Sekretar për të drejtat e njerëzit do të jenë Franci Nuri dhe Ledio Nuraj, të dy në garë këto për sekretarin për të drejtat e njerëzit në Partinë Demokratike, ndërkohë që për sekretariatin e të përndjekurve politik në PD, në garë do të jenë Lorenz Luka dhe Shkëlqim Lepenica. Sa i takon sekretariatit për pushtetin lokal në Selin Blu, në garë do të jenë Agron Haxhimalaj me Ylli Aslanin. Sa kaq, sa i takon sekretarit për aksionin opozitar, do të jenë në garë mes njëri tjetrit Erges Eskiu dhe Jurgen Spaho. Këto janë zyrtarisht kandidatët e Partisë Demokratike për të garuar për poste të rëndësishme, siç janë ajo e sekretarit përgjithshëm, nën kryetarëve të Partisë Demokratike, por jo vetëm, edhe për të gjithë sekretariatet, sekretarin ligjor, Komisioni i Apelimit. Pra sot me këto zgjedhje, ku do të jetë antarët e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike mbi 300 antarë që do t'i drejtohen kutive të votimit, procesi i cili ka nisur tashmë në ambientet e selisë të Partisë Demokratike për të finalizuar në këtë mënyrë gjithë procesin e brendshëm të Partisë Demokratike. Kujtojmë që në mbledhjen e shkuar të Këshillit Kombëtar u zgjodhe dhe kryesia, antarët e rinj të kryesisë të Partisë Demokratike, ndërsa sot përmbyllet i gjithë ky proces, më herët është zgjedhur po me votën e demokratëve përmes një referendumi, edhe lideri i opozitës Sali Berisha, i cili u konfirmua në krye të detyrës, ndërkohë që zgjedhja ka pasur edhe në deg dhe jo vetëm për atë që Partia Demokratike ka cilësuar si procesi i ripërtëritje e Partisë Demokratike për të vijuar më pas me aksionin opozitar, të paktën edhe në mesazhin politik që lideri i opozitës Sali Berisha dha para antarëve të Këshillit Kombëtar, ishte se Partia Demokratike është sot më e fortë se kur dhe më e pamposhtur, dhe sigurisht që dha edhe mesazhin e tij në mbështetje të protestave antiqeveritare që kanë përfshirë vendin. E qartë, Marsi, mirë, ky do të jetë një proces të cilin do të kemi mundësi